gjë tjetër që mirë është ta keni konsiderat. Një lloj tjetër. Pse jeni optimist se ma keni thënë tjetër që kanë ndryshuar gjërat në BE? Pse kanë ndryshuar gjërat në BE? Ka dhe një gjë tjetër që është mirë ta kemi në konsiderat, që kjo nuk është një garë që ne të marrim një rrugë edhe të shkojmë atje. Kjo është një garë me veten që ne të bëhemi një vend që duke u mbyllur negociatat, merr një certifikat në tonjza që është shtet. Ky është proces shtetbërës. Ne nuk kemi pas shtet. Tu jemi dakord. Ky është një pjesë e procesit. Dhe momenti që ti bën negociatat, ti në ndërkohë ndërton brenda vetes se ato janë gjitha me kërkesa, me masa, me bëj këtë, bëj atë, të shohim si e bërë etj. Dhe kjo është gjëja më e madhe. Atëre, kam një pyetje sepse unë mendoj që afganët, irakenët, edhe gjithë të çka të tjerë, po marr këto dy shembuj që vajtëm, domethënë, po fuz edhe ne, me që edhe ne pjesë NATO-s me bomba, ju premtuam liri dhe demokraci dhe institucione etj. Në ndryshim nga ne, edhe nga Ballkani, nuk kanë asnjë shans t'i bëjnë ato institucione se nuk kanë bëhen. Nuk kanë bëhen. BE-ja është një makineri dije për ndërshtet ndërtim që nuk e ka asnjë. Vetëm për të shkuar pak se në këtë sens ne nuk mund të rrim nëse ne duhet bëjmë detyrën tonë. Dakor. Dhe ata na kanë hap derën tani sepse është gjeopolitike. Dgjoj, për plotësimi i detyrave tona është detyrë jona, ne jemi gati me atë që na është dhënë. Por historia ka treguar dhe këtu mendoj që Fatjona ka një drejt që për arsye jo vetëm tonat, se natyrisht është 97-a që është arsye jona që krye probleme, por për arsye jo vetëm tonat, Bashkimi Evropian na ka lënë mjan. Unë kam qenë të paktën me që kam një kujtesë 35 vjeçare, që te Jacques Delors, i cili tha ju mirë presim maksimumin e 10 vjeçar të jeni në BE, në 92-shin dhe sot jemi 35 vjet mbrapa. Ne kemi punuar 5 vjet me komisionin e Junckerit, që e tha që ditën e parë, këto 5 vjet s'ka zgjerim edhe ta harrojnë. Do me thënë, ne kemi pasur, ne kemi vuajtur në kuris. Ne na jepshin okej në komisioni, dilte Hollanda. Dilte Hollanda, blokonte, kisha hallë zgjedhjet vetë. Ndërkohë që ndryshimi sot dhe momenti, pra ne themu është momenti, tani ti. Po sa do zgjas ky moment? Po pra, sepse në 2027 siç e thanë, janë forcat e populiste të djathta të cilat po marrin pushtet. Po që gati. Veto nuk është heshur ana tjetër. Greqia mund të ngrihet një vend tjetër i cili thotë s'kam dëshirë. Ke në ide se ke edhe një gjë që thua nga njëra anë dhe nga ana tjetër ke 7 anë. Ke në ide që ti mendon ta lëm të punën me që mund të ngrihet dikush tjetër. Fatjona mos i kthe përgjigje se kam me ty që të marrë kohë. Po çdo teknik tipike për të marrë moment që por s'ka qenë kurrë ky moment, nuk ka qenë kurrë. Po jam dakord me ky s'është moment që u bashkë. Ka qenë kurrë. Dhe sot ne duhet ta shfrytëzojmë sepse na ka ardhur në. Pse erdhi ky moment? Se jeti i gjatë. Erdhi momenti për arsye zhvillimeve europiane. E solli koha Fevzi, e solli e solli koha. Por një gjë nuk ma shpjegon dot ti. Pse koha që sipas teje se je në këtë pikë ti je konservator i djathtë etj, por në këtë pikë je materialist historik, sepse ti mendon që koha sjell progresin. Ndërkohë që koha mund sjellë dhe regres. Patjetër. Dhe ti s'ma shpjegon dot kjo koha jon, pse solli kaq shumë progres? Po pse koha solli progres në krahasim me kohën aty para se ndërkohë që ajo kohë në 97 ishte progres i madh në fakt. Jo. Në 97 që një zhvillim. Po ishte hyrja në NATO, rruga kombit, për liberalizimi vizave. Liberalizimi vizave që ishte më i madh negativ. Se kam kontroll për inceneratorin para 7 vjetësh është shumë vjetër nuk flitet, kurse për 7 flitet. Kam një pyetje me gjëra fjalë. Seriozisht tash? Po kam shumë seriozisht. Po e bëre për humor tash. Jo, e bëra për humor, po. Për të bërë vetë çështje, për të shtensionuar. Më thuaj që e bëre për humor, lutem se do të shqetësohem për shëndetin tonë pastaj. Faleminderit. Me qëra fjala, kjo puna e dritarës historike ka ndodhur edhe më parë. A mund të flisni pak me vajzën dhe me djalin që kanë ardhur se janë figurantë se mua këtu më keni. Unë e di që ne nuk bëjmë qoka, ne bëjmë pyetje, kush do të përgjigjë. Do ta vendosin shqiptarët dielën sa kohë kemi.
E shikon që tha Fevzi? Blendi, mund ta vazhdoj pak i E shikon sekond? që tha se kontestoi formatin tënd, ne nuk bëjmë qoka, tha ne bëjmë pyetje. Po, u bëj pyetje kush do të përgjigjet. Ti na ke ftuar në 5 veta këtu? Patjetër. Tani respektoj Mertan, bëja pyetje. Po jo të bësh një pyetje para showroomit. Tani bëj çik në Bëja pyetjen. Me qira fjala sa për një saktësim historik, edhe 2018 ka qenë një dritare historike, mundësish, me këto fjalë, kur komisioni i ka dhënë Serbisë dhe Malizia fatin 2025. Do mbaroni negociata në 2023-shin, do të futeshin bend 2025-ën dhe nuk ndodhi. E ka dhënë komisioni Rahan, ja ka dhënë gjithë ato gjëra. Këto dritaret historike vjen e vijnë, po unë jam dakord, kjo është dritare historike. Pavarësisht se po të shikosh gjithë strategjinë e BE-s nuk ka ndryshuar, e bazuar mbi merit në mënyrë graduale. Po e lë këtë gjë. Pyetje konkrete. Çfarë po thua? Po ato që thash. Po bëjmë pyetjen tash çfarë po thua tani. Një minutë. O zotri, dritare Po tani unë po të them diçka. Dritaret historike që përmende kanë arsyeën e tyre pse nuk janë mbyllur. Okej, pra nuk është hera parë, sepse thatë, hera parë në histori, po të them, ka ndodhur me Serbinë dhe me Malinezinë. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Është hera e parë në histori. Pyetja është kjo. Shqipërinë, do ti, s'do ti. Dhe zdoni ju, dhe kur mos daçi, se jeni tamam si ata që lexonin gazetën Tomori në kohën e luftës dhe thoshin do vi anglo-amerikanët. Sjipëria sot është në nivel tjetër dhe është i pari vend të cilit i jepet, nuk i është dhënë as Serbisë, as Malizias. Është i pari vend të cilit i jepet hapja e negociatave në 2024-ën, mbyllja e negociatave në 2027. Ja kanë thënë ju ke dhoma me ata njerëz, se ne s'dim gjë zyrtarisht. E ka thënë zyrtarisht sekretarja për zgjerimin zyrtarisht. E ka thënë disa herë. Ka thënë, mbasi ju e keni caktuar afatin, kanë thënë është ambicios, por mund të bëhet. Kur nuk e kanë thënë sekretarja. Nuk e ka thënë pra. Po pra, fakt pra. Tani pyetja ime është kjo. Okej, gënje. E ka thënë se kam qenë unë prezent. Po pra, po unë po them, unë nuk e di çfarë bëni unë në këto momente e mbyllura. E ka thënë di çfarë vjet publik. Bëja pyetjen. E ka thënë komisionera për zgjerimin. Jo çfarë bëjmë ne në dyert e mbyllura. Sepse fakti që po hapen gjithë këto grup kapituj me këtë shpejtësi, ndërkohë që me teorinë tënde grup kapituj të hapen se hapen kollaj se janë shumë, nuk i është hapur asnjë. Po pse nuk i hapet grup kapitull Serbisë? Të gjithë janë hapur. Serbisë nuk 4 kapituj kanë ngelur, sepse Serbia është metodën e vjetër. Serbia po lufton, ti që i di të gjitha, Serbia ka 2 vjet që po lufton për të hapur një grup kapitull dhe nuk e hap dot. Po se ka probleme me demokracinë. Nuk e hap dot. Se ka probleme me demokracinë. E pra po pse nuk e hapen? Pra këto që hapen ka shkollaj. Pyetja ime është kjo. Një sekond. Po, dakord. Është dakord e hapët kapitullin, mirë po në gjithë ato sektor jeni diku në mes dhe duhen punë që do duhen vite të tëra. Për shembull, në rastin e mbrojtjes së shëndetit, në rastin e konsumatorëve, në rastin e mjedisit, në rastin e sanitarëve etj. Keni dhe një fushë ku jeni në fazën e parë fare. Jeni në 6-7 fusha në fazën 2 nga 5. Një orë tani po bërë, pyetën tani. Vazhdo. Pyetja ime është, si do i bëni këto gjëra në 3 vjet si keni bërë në 10-12 vjet? Pyetja ime është, në qoftë se s'keni bërë gol në 90 minuta, si do bëni 10 gola minutën e fundit? Është pyetja ime se këto janë probleme konkrete. Për shembull Botmar, çfarë do bëni juve që mos vjen mandarinat e disinfektuara në Kroaci? Çfarë strukture do krijoni ju për këtë gjë? E para, e dyta, merr këtë duash, merr çfarë të duash ti. Merr një nga detyrat që kanë vënë juve është kadastra, duhet digitalizohet. Po pyes ku do bëni? Po ju them detyrat ju duhet bëni më. Një orë pyetje më. Çfarë do na numërosh gjithë detyrat që do bëjmë në Bashkimin Evropian? Do i numërosh argumenton, po ti them, po se ti ke. Po e morën vesh pyetjen, do përgjigjesh. Duhet digitalizuar kadastrat. Duhet të paguen vendimet e gjykatës Strasburgut për të gjitha pronat që Shqipëria ka humbur qeveria dhe kanë fitu privatet. Duhet i paguani gjitha se keni paguar. Duhet i paguani. Po çfarë thot ky më radh? Plani të planizuar deri në 2026, 2027, ne kemi gjitha. Kadastri digitalizimi deri në 2026. Duhet i bëni online, duhet të kompensoni në mënyrë të ndeshme, po marr vetëm kadastrën. Pyetja ime është, kur si ke bëni dot 12 vjet, si do i bëni këto në 2 vjet? Ja ta dëgjoj të japun përgjigje se kam përgjigje. Se ky është proces teknik. Ja ta mësosh zbatim. Ja ta mësosh. Të lutem. Po dëgjoj me kurreshtje se dua të mësoj. Po ta mësosh diçka që ti nuk e di fare dhe bëm kompetent i kot. Në negociata ka dhe një negocim tjetër që për disa çështje të cilat kanë nevojë për më shumë kohë. E shtyn 5 vjet mbas antarësimit. Jo, nuk shtyn antarësimin. E do ta shtysh plotësimin mbas antarësimit, 5 vjet. Je i paditur. Jo, jam shumë i ditur. Pra ti nuk shtyn antarësimin, jo. Jo, kush do ta zbatosh 5 vjet mbas antarësimit. Jo, nuk shtyn antarësimin, ti fokus. Atëherë pse bën pyetjen?
Po ta pyes pra si do realizon detyra, si e keni plani, do ta shtyni? Pra ju keni vendosur do t'i shtyni? Jo, nuk do keni vendosur. Do t'i zbatoni do 30. Pyetja ime është konkrete. Si do t'i bëni kadastrën, digitalizimin, pagesën për 2 vjet? Pyetje për 2 vjet si do i bëni? 10 minuta me këtë listë. Po se kjo është negociata. Nuk është ajo si që tregoni, ju e tregoni, e di si e tregoni ju. Do takohemi ne aty me takim, do bëjmë bisedë, do firmosin se më ka thënë mua ata që ka është një rast historik. Kjo është negociata konkrete. Po kështu, po ku e ke dëgjuar ti këtë? po kështu e thoni ju. Mor zotri, unë nuk Na kanë thënë hajdeni, vetëm bëni se duhet fus. Ore të ka thënë gjë njeri që sot do shkosh tek klani të bësh negociatat me Shqipërinë në emër të Bashkimit Evropian, apo ke ardhur ke vëvziu të bësh. Po pse unë s'kam të drejtë informohem. Kur ju bëni premtim, s'kam të drejtë ju pyes premtimin, si do realizoni premtimin? Si do realizosh më? Si do realizosh premtimin 2 vjet kurse ke bërë 12? Pra ta japi përgjigjen. Vazhdon. Si? Po e shpjegova pra. Si? Procesi pusho se mora vetë. Pusho se s'ke ardhur nga Brukseli të negociosh. Jepë pra përgjigjen tani mos të zgjat. E shpjegova pra, kjo është përgjigja. I pëlqen si pëlqen atij, tash ti kalojmë ke pyetja tjetër. Përgjigja është të gjitha ato që janë marrë përsipër për të realizuar, do të realizohen. Si? Dhe nuk do të them ty fare, unë po ja përgjigjen, do të rritë të shpjegoj ty si do realizohen deri nesër. Premtim elektoral. A je në vetë Pa ke premtim elektoral. Po do të realizojë? Po si do t'i bësh, po si do t'i rregullosh kadastrën për 2 vjet, si do t'i digitalizosh, si do të bësh hartat, si do pagush vendimet e Strasburgut, si do rregullosh sigurinë ushqimore, si do bësh laboratorët, si do certifikosh laboratorët për 2 vjet kur si ke bër për 12 vjet. Mund ta shpjegosh këtë mënyrë magjike se si rregullohen dhe do t'i zbatosh këto gjëra para se të mbyllen negociatat. Ti ke zbatuar dhe në praktik, ke garantuar që mandariat nuk kanë pesticide. Mund ta shpjegosh me që është premtim elektoral, si do i bëni konkretisht? Unë mund të sugjeroj kamomil ty. Asgjë tjetër nuk. Patjetër, më çfarë duash? Sugjeroj kamomil. Çfarë do duash? Intensiv, sepse nuk je mirë tash. Se ke gjysmore. Është më mirë se sa kërkuvat halucinogjenike. Ke gjysmore që cilat krijojnë fantazi dhe iluzione. Fantazi. Po. Po rregull. Sepse ju thoni, ne nuk ja themi si do bëjmë. Ju na besoni se ne do e bëjmë. Nuk themi si do bëjmë. Si do bësh pra? Po sipër do ta shpjegojmë këtu ty dhe si do bëjmë gjithë to punë. A je në vetë apo si je në vetë? Mor zotri i dashur. E kupton ti që ne jemi në tryezë me ata dhe punojmë për ditë dhe të gjitha gjërat sipas planit po i bëjmë. Dhe nuk do të të shpjegojmë ty se si i bëjmë tani. Po më thuaj si e ke plani, po nuk ka rëndësi si e ke plani, mos më shpjegon detaj më. Si do ta rregullosh kadastrën që se rregullu deri sot? Është nga problemet kryesore të Shqipërisë kadastra. Vronat, falsifikimet. Ti nuk di gjë fare, mos di gjë fare. Flet kot më. Si flet kot më zoti? Këto që po thënë. Po flet kot, më flet kot. Argumentesh që flet kot. Po flet kot. Me kadastrën. Sepse nuk ka argument për të kundërshtuar dhe thu flas kot. Adea, jemi ti përgjigjen. Sepse për kadastrën kemi kohë që kemi filluar një projekt me Bashkimin Evropian dhe kemi bërë përparime të jashtëzakonshme me digitalizimin, prandaj flet kot ti. E kupton? Po çfarë paske që ka ndodhur sot deri? Sepse çfarë ka ardhur sot? Po çfarë ka ardhur sot? Po flas për Konstituntia që ti bish këmbës gjithkohë. Çfarë janë këto batuta sot? Adea, pa shije. Po lese le nam. Batuta pa shije. Lese le nam.